Partia Demokratike denoncon se kompania shtetërore Kajo jo vetëm që po u grabit pronat qytetarëve në zonën Kodër Babru në Tiranë, por edhe po rrezikon jetën e tyre me projektin për të ndërtuar fabrikë municionesh pranë banesave. Denoncimi u bën nga zëdhënësja antikorrupsion në PD, Greta Vangjeli. Pronat me numër 173-174 të njohura nga kadastra si pronë e kësaj familje janë kaluar te Ministria e Mbrojtjes për llogarit kompanisë Kajo, pa transparencë, pa sqarim publik dhe pa respekt për drejtën kushtetuese të pronës. Sot, toka e qytetarëve është e rrethuar me porthyrëse dhe ruhet nga ushtar. Pronarët ndalohen të hyjnë në pronën e tyre. Nuk ka tabelë informuese për kufizimet, nuk ka shpjegim publik, ka vetëm forcë, heshtje dhe arrogancë. Dhe si të mos mjaftonte kjo, sipas denoncuesve, vetëm 5 metra larg banesave të tyre po ndërtohet një fabrikë municionesh për demontimin e armëve, një aktivitet me rrezikshmëri të lartë që sipas standardeve të sigurisë kërkon të paktën një distancë prej 1.5 kilometrash nga banesat. Sipas Vangjelit, edhe tabela informuese e lejes së ndërtimit është e rreme. Në tabelën informuese të lejes së ndërtimit ka objektin ndërtim i fabrikës së tekstileve me 2 kate mbi tokë, zhvillues Kajo si përmarrës MSSC Grup SHPK, kompani këto, që nuk quhen për vizionin e tyre drejt tekstileve, linove apo basmës, përkundrazi për tregtimin e armëve dhe municioneve të rënda ushtarake. PD thot se kundër këtij projekti banorët kanë protestuar, si dhe kanë depozituar një kallëzim penal kundër kompanisë Kajo.